Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahun jalla wa ala falenderojm. Salavat dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit të pasoj. Kemi mbet gati se në fund të betejës së Uhudit. Dhe realisht sa i përket ndodhive, kjo është ligjërata e fundit që ka të bëjë me betejën e Uhudit. Përveç se ligjëratën e ardhshme inshallah taala do të flasim për disa përfitime të cilat i marrim nga betejë e Uhudit. Dhe nëse e shohim ne jetën e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam, do të gjejmë që nuk ka betejë në të cilën muslimanët kanë pësuar në disa aspekte sikurse betejë e Uhudit. Kështu që do të gjejmë që ushtria e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam, këtij shteti të sapo formuar, nuk është aq ushtri në të cilën uniteti është karakteristik e saj. Do të gjejmë që njerëzit të cilët jetonin me pejgamberin Allahut alayhi salatu wasallam nuk janë aq të bindur sa që u dukeshin në fillim ndaj urdhrave të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam, dhe se kjo shoqëri, sikurse çdo shoqëri tjetër, është shoqëri njerëzore, e cila gabon dhe kuptohet që gabimet e tyre në këtë rast do t'i psojnë rond. Edhe ushtria e pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam, tham që do të tërhiqet me një gryk prej grykave të kodrës ose kodërthave të Uhudit. Dhe kur do të arrijë Ebu Sufjani me ushtrinë e tij, do të shesë se kalorësia nuk mund të ngjitet në atë pjesë ku ishte ngjitur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam me një numër të vogël të sahabeve të tij. Dhe ndërkohë, duke kërkuar ushtria e mushrikëve mënyrë për të ngjitur në këtë gryk pak të lartësuar mbi kodër, një pjesë e ushtarëve të Qurayshve dhe grave të tyre dhe skllëvërve të tyre do të fillojnë të gjymtojnë, të presin gjymtyrët ose të masakrojnë xhenazet e sahabeve të vdekur ose të ranë shahid dhe atyre të cilët ishin plagosur, do me thonë do të vriten, do të përfundonin jetën e tyre në këtë dynja. Dhe këtë do ta tregoj vetë Ebu Sufjani kur do të tërhiqet, sikurse do ta shohim pak më vonë. Të gjithë xhenazet e sahabeve, 70 prej tyre, do të jenë të gjymtuar përpos xhenazes së Handhales, Ghasil el-Melaike, radiyallahu ta'ala anhu, dhe shkaku për këtë, çka është shkaku? Kush e di? Si? E kanë lajt me laqet shpirtin, jo xhenazën. E kam potencu disa herë. Handhale, ka e kisht bab? Ebu Amir el-Fasiq. Ebu Amir el-Fasiq ishte banor i Medinës që kish pranuar krishterimin, por ishte katabori i Qurayshve, me 50 burra të banorëve të Medinës. Kështu që ato nuk do të mundin prej babës së tij që ta masakrojnë trupin e Handhales. Kështu që 69 xhenazet sahabeve do të masakrohen. Kur themi do të gjymtohen, kemi për qëllim disa gjëra. Prerjen e veshëve, hundëve, organeve intime dhe prerjen e krahërorit dhe gjoksit të tyre dhe barkut të tyre. Këtë kemi për qëllim. Që do me thonë, xhenazja është vetëm se e plagosur me shumë plag, megjithatë kjo nuk do ta shuon mlefin dhe atë zjarr që e kishin Qurayshët nga betejë e Bedrit. Dhe nuk do të mjaftohen derisa ta bëjnë këtë gjë, derisa të gjymtojnë 69 prej 70 sahabeve të rënë shahid. Transmeton Buhariu rahimahullah në sahihun e tij nga El-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Thot, duke u tërhequr mushrikët nga fush beteja, Ebu Sufjani do të ngjitet afër vendit ku ishim ne me dërguarin e Allahut alayhi salatu wassalam. Dhe do të thret Ebu Sufjani me zë të lartë. E fikum Muhammedun, a është në mesin tuaj Muhammedi, alayhi salatu wassalam. Këtë pyetje dini pse e man? Sepse Ibn Qami'e i kishte rënë pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam mbi shpatull me shpatën e tij. Dhe kishte menduar që kjo rënje, kjo goditje e kishte mbyt pejgamberin Allahut alayhi salatu wassalam. Andaj ai vjen ta vërtetoj lajmin, a është i vdekur Muhamedi alayhi salatu wassalam? E sahabet, disa prej tyre nguten, duan që t'japin përgjigje, do me thonë, jo vlla, nuk është
gjallë është pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot la tujibu, mos ju përgjigj. Pastaj thot Ebu Sufjani, e fikum ibn Abi Quhafete, a është mesin tuaj ibn Abi Quhafe, kush është? Ebu Bekri, radiyallahu ta'ala anhu, thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, la tujibu, mos ju përgjigj. E fikum ibn al-Khattab, a është mesin tuaj biri Khattabi, me thënë Omeri, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, heshni. Pastaj Ebu Sufjani thot, për derisa s'keni përgjigje për asnjënin prej tyre. Dhe kjo pjesë e fjalimit të Ebu Sufjanit, kur pyet për pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekrin dhe Omerin tregon pozitën e këtyre 3 personave në mesin e muslimanëve. Që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi Allahut, kuptohet. Mirë, po ajo që kuptohet në pyetjen e Ebu Sufjanit është se armiku i tyre e din mirë pozitën ose hierarkinë e strukturës të banorëve të Medinës. Që i pari është Muhamedi alayhi salatu wasallam, më pas është Ebu Bekri e më pas është Omeri. Tha Ebu Sufjani, nëse ju nuk përgjigjeni, kjo do me thënë që të tret janë të vrarë. E atëherë Omeri radiallahu ta'ala an s'kisht mundësi që ta mban veten e tij dhe foli pa lejen e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. E i thot Ebu Sufjani, myshde me diçka që të mërzitet piklon, të tret janë gjallë. Klypi myshde për diçka e cila piklon e të mërzit, që të tre janë të gjallë. E atëherë tha Ebu Sufjani, u'lu Hubel, i lavdishëm qoftë Hubeli. Kush është Hubel? Është një prej idhujve të njohur të arabëve. U'lu Hubel, e tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, përgjigjeni. Ha, ku jeni tash? Parës doni të folni që unë jam gjallë, Ebu Bekri është gjallë, a e ky tjetri është gjallë, folni tash. E thanë sahabet, madha naqul, çfarë të themi o pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam? Tha pejgamberi Allahut, thoni Allahu a'la wa ajal, thoni Allahu është më i larti dhe më i lavdishmi, xhalla xjalaluhu. Dhe thiri Omeri me zërin e tij të lartë, Allahu a'la wa ajal. Mirë po Ebu Sufjani, vazhdon lufta. Këtu lufta është në gjitha rrafshet. Është luftë psikologjike, është luftë fizike, është luftë me fjalë, është luftë e vullnetit të njërit ndaj tjetrit. Tash Ebu Sufjani thot, nuk e kina sos muhabeti. Thot Ebu Sufjani, wala nal uzza, wala uzza lekum, ne kemi uzzan, ju s'keni uzza, ju vetëm një Zot e keni. Ne kina Hubelin, e kina Menatin, e kina Uzzan, e kina atë tjetrin, 360 idhuj. Me ardh ato të numrojnë, gjithë ditë numroj idhuj. E tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, "Ela tujibu?" A nuk ju përgjigjni? Jepi përgjigje. Tha, po çka të themi o i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam? Tha pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam, thoni Allahu maulana wala maula lakum. Allahu është ndihmëtari, Allahu është mbikëqyrësi, Allahu është miku jon, e ju s'keni maula, ju s'keni dikën si Allahun xhalla xjalaluhu. Në transmetim tha Ebu Sufjani, kjo ditë për atë ditë, kjo ditë është për ditën e Bedrit. Wal ayyamu dual, në transmetim wal harbu sijal, dhe ditët vinë e sillen. Sot është fitoria ka unë, nesër është ka armiku jem. E sikur fjalët e Ebu Sufjanit janë një lloj ngushëllimi për muslimanët. Ju keni fituar në Bedër, keni ngadhnyer ndaj nesh, e ne sot kemi ngadhnyer ndaj jush, dhe ditët janë mes nesh. Wal ayyamu sijal. E sahabët folën. Thanë, nuk është e barabartë. Ajo ditë për këtë ditë, asesi. Qatlana fil jannati wa qatlakum fin nar. Të vrarët tonë janë xhennet, dërsa tuajt janë në zjarr. Allahu na ruaj. Kështu që kjo logjik, kjo paralele mes asaj dite dhe kësaj dite nuk vlen këtë aspekt. Se të vrarët tonë janë shahida tek Allahu xhalla xjalaluhu. Më pas, Ebu Sufjani e thot një fjalë, premtimin e së cilës do ta thënë në ditët e ardhshme. Do t'i thot pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam, o Muhammed, takimin e kemi pas një viti fiks, edhe atë ku në Bedër.
Një jemi. Shkojmë në Bedër. Pas një viti, edhe pse premtimin do ta them pas disa ditëve. Kur fillon të kthehet, domethënë Ebu Sufjani niset që të shkon, ju thot muslimanëve, do të gjeni tek dvrarët tuaj gjymtym, masakrim, ndërsa unë s'kam urdhëruar për të. Unë jam komandanti i ushtrisë, po nuk kam urdhëruar që të therren, që të masakrohen dhe të priten xhenazet tua. Edhe pse kjo nuk më mërzit as pak më. Me thënë, nuk më vjen keq. Kam bërë çka kam bërë ushtart, pa urdhrin tim, megjithatë mua nuk më vjen keq. Po thjesht e amnestoj veten, e shfaqson veten që unë nuk kam urdhëruar, thjesht është veprim individual i secilit prej ushtarëve tonë. Dhe pas kësaj urdhëron Ebu Sufjani që ushtria e Kurejshve dal ngadalë të kthehet për Mekë. Megjithatë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk ishte i qetë dhe nuk i besonte Ebu Sufjanit. Kështu që i thot Aliut radhiyallahu ta'ala, "Çu Ali, gjeje një kal dhe shiko çfarë bën ushtria e Ebu Sufjanit. Nëse ata i kanë mbatjet e tyre, nëse ata kanë marrë devet e tyre dhe i kanë ngarkuar devet jo kuajt, atëherë ja kanë mësy Mekës. Por nëse ata kanë marrë kalorsin dhe i kanë ngarkuar kuajt e tyre, atëherë ja kanë mësy Medinës që të shpartallojnë çdo kë i cili ka mbet Medinë. E tash sahabët këto cilët janë pak në numër, nuk e din, Kurejshët a shkojnë këndej, apo shkojnë andej. Ka janë të shku. Nëse shkojnë këndej me kuaj, këto janë mësyn Medinës. Dhe arritja e tyre në Medinë do të jetë shumë më e shpejtë se sa arritja e muslimanëve. Kështu që Aliu radhiyallahu ta'ala niset pas tyre dhe i pason dhe e sheh, sepse kampi bazi i tyre ishte larg Uhudit. E sheh që ata i ngarkojnë devet e tyre dhe sikur përgatiten për udhtim të largët dhe vjen dhe i tregon pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, ata janë duke i ngarkuar devet e tyre dhe duket sikur sinqerisht janë duke u nis për Mekë, nuk janë duke u nis për Medinë. Atëherë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam urdhëron sahabët që të kthehen në pozitat e tyre dhe gjithë zbresin në fush betej dhe ndërkohë banorët e Medinës që kanë dëgjuar për tragedinë që ndodhin sot në fush betej, fillojnë dal ngadalë që të vinë në fush betej. Dhe plot prej tyre i marrin xhenazet e të afërmve të tyre që t'i varrosin në Beqia, në varrezat e Medinës. Dhe dikush i sjell lajmin pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam që ja Rasulullah, plot prej familjarëve të shahidave i murën xhenazet shkojnë për Medinë që t'i varrosin, t'i lajnë atje, e pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ndaloi këtë gjë. Tha shahida do t'i varrosni aty ku janë vrarë. U kry kjo punë. Thojë atyre le t'i bin xhenazet. Edhe dal ngadal fillojnë ata cilët i kishin marrë xhenazet që t'i kthejnë xhenazet tek vendi prej ku i kishin marrë. Prej shokëve të pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam këtë betejë ishin vrarë 70 burra. Shumica dërmuese prej tyre. Gjëgjësisht 64 prej tyre ishin prej ensarve. 64 prej ensarve. Vetëm 6 ishin prej muhaxhirinëve. Dhe këto 6 janë, në kryet e tyre është Esedullah, Hamza ibn Abdul Muttalib, axha i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Më pas është ambasadori i parë i Islamit, Mus'ab ibn Umair, pastaj Abdullah ibn Jahshi, pastaj Shammas ibn Uthman, Sa'd ibn al-Khawli, edhe Amr al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Këto janë ensar, këto janë muhaxhirin e vrarë në betejën e Uhudit. Të tjerët të gjithë ishin prej qytetit të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Numri i vrarëve të mushrikëve nuk është edhe aq i vogël. Edhe pse Ebu Sufjani i thotë kjo ditë për atë ditë, megjithatë danat historike tregojnë që nuk është bash ashtu. Sepse minimumi që është përmend në numrin e të vrarëve të mushrikëve në betejën e Uhudit është 23. Që nuk është shumë më pak në krahasim me musliman. Por autori i Nektarit të Vulosur pohon që numri i të vrarëve nga ana e mushrikëve në betejën e Uhudit është sa gjysma e të vrarëve të muslimanëve, madje pak më shumë. Ai thotë se janë 37 të vrarë nga ana e ushtrisë e Ebu Sufjanit, që nuk është numër i vogël. Është numër kogja i madh, edhe pse ushtria e tyre ishte shumë më e madhe se sa ushtria e pejgamberit Allahut alaihi salatu. Më pas
pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam filloi ta kërkoi xhenazën e axhës së tij dhe urdhoi disa prej sahabeve që ta gjejnë ku është xhenazja e Hamzës, derisa e gjetën xhenazën e Hamzës radhiyallahu ta'ala anhu. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam qëndroi mbi kokën e tij dhe tha: "Laula an tajza Safiyya", mos i shpikluar ose friksuar, trishtuar Safia, e kisha lanë xhenazën e Hamzës kështu, që të hanë shpezët edhe kafshët e egra dhe të ringjallet në ditën e gjykimit prej barqeve të tyre. Gjithandej. Por Safia, motra Hamzës, do të trishtoj nga ky veprim. Nuk du ta sheh se si kafshët e hanë trupin e Hamzës, radhiyallahu ta'ala anhu. Vrasja Hamzës, të gjithë keni dëgjuar se si është vra. Mirë po, mës miri këtë gjë e transmeton një prej tabiinve, ai është Damrate, është Ja'far ibn Abi Umayya ad-Damri, rahimahullahu ta'ala, i cili thot shkova në Homs, në Sirinë e sotme. Vend në të cilin ishte i stacionuar vrasësi i Hamzës në atë kohë, në kohën e tabiinve, Wahshi, radhiyallahu ta'ala anhu, i cili më në atë kohë ishte musliman. Dhe thot i thash një prej shokëve të mia, shkojmë deri në Homs dhe ta pyesim Wahshijun për rastin e vrasjes së Hamzës, që ajt në rëfen se si ka ndodhur. E rëfen Wahshiju radhiyallahu ta'ala anhu dhe thot: kur dolën njerëzit ditën e Uhudit për luftë, edhe unë dola me ta. Dhe tregon historinë të cilën e kemi treguar, që ky ka qenë sklav tek Gjubejri ibn Mut'im. E Gjubejrit muslimat ja kishin vra axhën Tuaimet ibn Adi në Bedër. E Gjubejri i thot Wahshijut: po që se e vrave Hamzën, je i lirë. E thot Wahshi: unë nuk isha interes në hyrje në betej, vetëm se ta liroj veten prej skllavërisë. Më pas thot u futan në fush betej dhe u fsheha pas një kepi të vogël. Dhe ç'është interesante, plot prej dietarëve të hadithit në komentimin e kësaj pjese të deklaratës së Wahshijut, u fsheha pas një kepi të vogël, kanë thonë: a është e mundshme që një luftëtar, sikur se Hamza, mo e sheh një burr të madh mes betejës se si fshihet? Nuk është e mundshme. E ka pa Hamza Wahshiju. Edhe ai, edhe sahabët tjerë. Megjithatë e kanë nënvlerësu. E kanë nënvlerësu. Nuk u ka marrë mendja që një sklav etiopian nga Habeshe mund të ketë mision në një prej betejave më të mëdha të muslimanëve, vrasjen e një prej luajve të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam, Hamza ibn Abdul Muttalib. E ka pa, por e ka nënvlerësu se prej këtij s'ka dëm. Kështu që e ka lënë. As se ka sulmu, as nuk e ka dëmtu asgjë. Ka vazhdu beteja derisa thot Wahshiju e pritat më afrohet dhe e gjujta me shtizën time, e cila i ka hyrë nga një pjesë dhe i ka dalë nga pjesa e pratme. Edhe thot ra Hamza radhiyallahu ta'ala anhu dhe thot unë e përfundova betejën time. Kanë kalu vitet dhe Wahshi ka ik në Mekë, pastaj është liru Mekja, ka ik në Taif. Kur ka shku në Taif, në negociatat që ka ndodhur mes pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe banorëve të Taifit, banorët e Taifit e zgjedhin Wahshijun që të jetë një prej negociatorëve. Shko ti. Dhe shkon Wahshiju. Dhe takohet me pejgamberin Allahu alaihi salatu wasallam. Dhe nuk i flet i pari, po i afrohet pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. A anta al-Wahshi? A anta Wahshi? A je ti Wahshiju? Thot unë jam. A je ti ai që e ka vra Hamzën radhiyallahu ta'ala anhu? I thot lajmi është ashtu siç ka ardhur, i dërguari i Allahut. Unë jam ai. Dhe kjo flitet momentet pasi që Wahshiju e pranon Islamin, bëhet musliman. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam shef vrasin e një prej njerëzve më të rëndësishëm për Islamin atko, Hamzës. E i thot pejgamberi Allahu alaihi salatu wasallam: "Fa hal tastati' an taghiba wajhaka anni?" A ke mundësi që ta hekish fytyrën tënde nga unë? A ka mundësi kjo? Do me thënë, barë mos të qof, jenë me xhlis pak më anësh. Për shkak se shikimi në fytyrën e ti i përkujton të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam kë masakrimin e Hamzës, jo vetëm vrasjen. Masakrimin e Hamzës radhiyallahu ta'ala anhu, edhe pse masakrimin e tij nuk e ka bëu Wahshiju,
Po ai ka qenë shkaku i parë i ardhjes së Hamzës deri në këtë gjendje. Kjo nuk ka ndodhur që pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam ti thot dikujt që ka pranuar Islamin diçka të ngjashme sikur se i ka thënë Wahshiut. Megjithatë i ka thënë me butësi, a ka mundësi që kur ti jesh në praninë time ta largosh fytyrën nga unë? Mundësisht bane këtë. E Wahshiu e tregon këtë gjë. Andaj kjo thënie e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam ish ngulitur në zemrën e tij. Derisa ka ardhur betejë me Banu Hanifete dhe Musailem el-Kadhabin pas vdekjes së pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam. Andaj Wahshiu tha, e disha se duhet për vrasjen e Hamzës të bëj diçka të ngjashme me cilën do ta shlyj vrasjen e Hamzës. Andaj shkon në luftën e cila ishte luftë tepër e nxehtë mes Banu Hanifes, murtedve, në krye me një pejgamber të rënshëm, ai është Musailem el-Kadhabin dhe muslimanëve. Dhe futet Wahshiu si musliman në këtë betejë, një prej luanave të kësaj beteje, dhe vret prijesin e Banu Hanifes, ai është Musailem el-Kadhabin, një prej njerëzve që ka bën më shumë të trazira në këtë periudhë. Andaj tha Wahshiu, shpresoj që Allahu të më shlyjen me vrasjen e Musailemes, vrasjen e Hamzës radhiyallahu ta'ala. Në transmetim thot, kur e pyeti pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam, a je ti ai që e vrau Hamzën radhiyallahu anhu, tha Wahshiu, Allahu e nderoi atë që ta vras unë, e nuk më nënçmoj mu që të mvret aj. Sepse po të më kish vra aj, unë kisha konë qafir. Apo, Allahu e nderoi atë me shahidlëk, e nuk më poshtroj mu që të mvret Hamza. Kështu që Allahu më dha shans të jetoj. E kuptoni? E kjo është përfundimi i Hamzës radhiyallahu ta'ala anhu nga kjo dynja, e pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam do të qëndron mbi kokën e Hamzës dhe shahidave tjerë dhe do të dëshmoj duke thënë që unë jam shahid, unë jam dëshmitar për këta në ditën e gjykimit. Për këta shahida, për këta dëshmorë të cilët kanë rënë në këtë betejë. Më pas i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam urdhëroi që të varrosen në teshat e tyre. Vetëm se u nxorën, domethënë, i zhveshën prej parzmoreve të tyre, nga shpatat e tyre, nga gjërat cilat janë me lëkur, i bush të gjatë. Prej teshave të cilat nuk janë esenciale për njeriu, që domethënë trupat e tyre kanë pat vetëm teshat më esenciale të tyre. Dhe në këto tesha, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam urdhëroi që të varrosen këta sahabe. Ka muhabet të madh, diskutim të madh tek ulemaja, o ka fal xhenazën apo nuk o ka fal xhenazën, nuk hym këtë mesele, për shkak se çështja është më diskutabile se sa koha që kemi në dispozicion. Ajo që është interesante se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam për shkak të pamundësisë fizike dhe lodhjes së madhe dhe raskapitjes, nuk kishin mundësi që çdo sahabiu të vrarë t'i hapin varr. Ju keni qenë në Uhud, kush ka qenë? Apo plot keni qenë. Mundohu të hapish një varr nat gurisht. E paramendoj si është kjo për një ushtri të lodhur, të plagosur, të raskapitur, e moralisht të rënuar, kështu që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam hapte varre dhe në çdo varr varroste 2 ose 3 prej sahabeve. Shkaku i parë ishte pamundësia fizike, shkaku i dytë ishte se nuk kishin teshat mjaftueshme për t'i mbulu çdo xhenazën veçanti. Kështu që siç tregon Abdulrahman ibn Aufi, kur e vendosën Mus'ab ibn Umairin varr, ja mbulonim kokën dhe ju shpalosnin këmbët, dhe kur ja mbulonim këmbët, ju shpaloste koka. S'ka pas. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam urdhënon që të varrosen ka 2 ose nga 3 prej sahabëve, mirë po sa herë që fuste, hapte një varr dhe duheshte 2 të futen në varr, thoshte pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, kush prej këtyne 2 ose këtyne 3 din më shumë ti Kur'an. Filani varrosën atë parë. Pastaj ky varrosën e parë. Pastaj treti. Nga se njerëzit e Kur'anit janë të dalluar në jetën e tyre, janë të dalluar gjatë vdekjes së tyre dhe janë të dalluar në ringjalljen e tyre përpara Allahut xhelle xhelalu dhe më pas janë të dalluar në pozitën e tyre në xhennetin e Allahut xhelle xhelalu. Kjo veçori është vetëm për njerëzit e Kur'anit dhe për askë tjetër. Pas kësaj, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam fillon që të kthehet për Medinë
Dhe në çfarë kohë mendoni se është kthy pejgamberi sa në Medinë? Në çfarë kohë është bë betejë? E dini? E kina kallza. Kohë ditore foli. Në akşam sabah. Bas namazit sabahit unë nisëm pite kampi. Pastaj? Bas dreke beteja ka fillu në kohën e duhas. Dhe deri në varrosje të 70 shahidave është afru koha e akşamit. Kështu që ardhja e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam në Medinë është pak para akşamit. Se ne jena të folu Hudi me Medinë nuk janë shumë larg. Hyrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë është pak para akşamit. Kështu që do ta fal akşamin në xhamin e tij, dhe do ta fal Yatsin alayhi salatu wasallam në xhamin e tij. Por hyrja e tij në Medinë do të jetë hyrje pak më ndryshe se sa çdo hyrje tjetër. Në momentin e parë që do të hyjë në Medinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të dëgjojë vajtimet e grave të ensarve. 64 burra janë vrarë. E në atë kohë vajtimi ishte i lejuar. Çfarë do me thënë vajtim? Po, është qajt me në xhemat me za. Marrish 2-3 vetë, 5 vetë, është sa i e. Dhe gjithë vajtojnë për vdekjen e dikujt. E pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam do të dëgjon zërin e grave të Medinës duke vajtuar shahidat e tyre. Po do të pikëllohet për një gjë. Do të thotë alayhi salatu wassalam walakin Hamza la bawaki lahu. Por Hamza nuk ka kush e qan radhiyallahu ta'ala. S'ka kush. S'ka familje, Hamza gjithë familjen Mekë ka. Këto po kanë humb shumë njerëz. Mirë po ka kush i qan. Këto tonit as ka kush t'i qaj. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam do të qaj gjatë thënjes walakin Hamza la bawaki lahu. Por Hamza s'ka kush ta qaj atë radhiyallahu ta'ala anhu. Do të dëgjojnë ensart për këtë thënje të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam. Dhe do të mbledhin gra të ensarve të cilat do të vinë tek shtëpia e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe do ta vajtojnë dhe qajnë Hamzën. Dhe pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam do të bjen të flene natën e diell. Kjo është ditë e shtunë, natë e diell. Do të bjen të flene dhe në natën do me thonë pasi të bin të flenë gjithë banorët e Medinës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të çohet mes natë, do të dëgjoj vajtimin e këtyne grave. Dhe si kur thot, nuk është qëllimi i qajt mes dhe vajtimit gjithë natën të vajtoje dikush. Me u kry puna. E thot pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam, "Wajhahun, mirë për këto gra, a ende janë duke qajt në këtë thellësi të natës, deri në këtë orë janë tu qajt për Hamzën?" Pas asaj thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, "Muruhun falyarji'un", urdhnoni le të shpërndahen në për shtëpitë e tyre. Wala yabkina ala halikin ba'da al-yawm. Dhe të mos vajtojnë për askë më pas kësaj dite. Kjo të mos vajtojnë për askë është ndalesë e vajtimit në Islam nga kjo ditë. Këtë do ta vërtetoj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam me një thënie tjetër ditën në vijim. Thot pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam, "Ithnani fi an-nasi hum ose huma bihim kufr." 2 gjëra në mesin e njerëzve janë kufër. Akuza në prejardhjen e dikujt, ai thot për shembull unë jam turk, ti thua, far turki si e turk ti. Kjo është kufër i vogël. Ai thot unë jam shqiptar, ti jo, vetë shqiptar. Kjo është kufër i vogël. Ose akuza në prejardhjen e tij. E njëjta është, akuzoj dikot tjetër apo veten e tij, është prej llojit të kufrit. Dhe thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe të vajtuarit për një të vdekur. Edhe kjo është prej kufrit. Prej kufrit vogël, kuptohet. Andaj, ndalesa për vajtimin erdhi me njëherë pas betejës së Uhudit. Me njëherë. Kështu që ensarët e ndalën praktikën e tyre të vajtimit për të vdekmit e tyre. Në moment që i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam i porositi me këtë gjë. Kur vjen pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në Medinë dhe fal akshamin, dhe Yatsi hinë në shtëpinë e tij hinë për të pushu. Kuptohet, ata cilët e shoqërojnë pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam janë familjarët e tij. Prej tyre është Aliu radhiyallahu. Prej tyre është Fatimia, bashortja e Aliut, të cilët sapo ishin të martuar. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nxjerr shpatën e tij, të përgjakur me gjakun e armiqve të tij,
E i thot Fatimes, oj Fatime, merre dhe laje këtë shpatë. E kur e sheh Aliu këtë thot, oj Fatime, merre dhe laje dhe shpatën time, nga se ka qenë kjo shpatë e sinqert sot me mu. Ka qenë e fort. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam sikur e sheh se Aliu, do me thonë, e tregon që është tregu trim betejë. E po i thot një thënie madhështore. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, le in kunte ejadta darbe, qofse ti ke qenë kaq i shkath në rënje me shpatë, atëherë dije, laqad ejadahu Sahl ibn Hunayf. Më mirë se ti ka qenë Sahl ibn Hunayfi. Wa Abu Dujanete radiyallahu ta'ala anhu, wa Asim ibn Thabit, wal Harith ibn Simete radiyallahu ta'ala anhu majma'in. Do me thënë Ali, nuk je i vetmi. Me ty ka trima dhe burra. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam mesin e gjithë këtyne trimave përmend 3 a 4. E prej këtyne trimave kush ishte? Abu Dujanete. Ky njeri kalon gjurmë të pashlyeshme në betejën e Uhudit. Sa që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk ja ka haruar Abu Dujanes në asnjë mexhlis ku është përmend Uhudi. Dhe një prej këtyne mexhliseve sot ka mbaru betejë, pak më herët. Dhe Aliu thot, jena lodh, do me thonë kena luftu ashpër, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot prit pak. Nëse ti ke luftu ashpër, dije se më ashpër kanë luftu ky dhe ai tjetri. Kjo jo për t'ja ul vlerën Aliut, po për t'u ngrit vlerën tyre burrave tjerë. Trimrinë së cilëve e tregon pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam përpara bijës së tij Fatimes radhiyallahu ta'ala anha. Në këtë natë, kjo është natë e diell, mos e harroni. Në këtë natë pejgamberi Allahu alaihi salatu wasallam do të urdhërojë që të ketë roje, njësite, të cilat do të bëjnë në roje përreth Medinës nga Afrika mos kthehet armiku, që ta mbaron atë që ka filluar në Uhud, dhe rreth shtëpisë pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam do të ketë roje më të shtrënguar, të cilët do ta bëjnë ensart. Dhe do ta ruajnë shtëpinë e pejgamberit Allahu alaihi wasallam. Kjo është fundi i betejës Uhudit. Historikisht kur e shikojmë, këtu ka përfunduar. Megjithatë dita e diell, e hana, e marta dhe e mërkura nuk mund të shkputën prej betejës së Uhudit dhe nuk mund të shkputën nga rrëfimi i kësaj beteje. Në mëngjesin e ditës së diell, në sabat, paramendoje, ne jemi të folë për pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte plag në ball, kishte plag në fytyrë, kishte dhëmbin e thyer, gjunjt rand plagosura, kishte një goditje të rëndë mbi shpatullën e tij. Vjen mëngjes dhe i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam dëgjon një lajm jo të mirë për Medinën. Ç'është lajmi? Lajmi ishte se Ebu Sufjani me ushtrinë e tij ishte diku afër një vendi që quhet afër Medinës, një 30 mile prej Medinës, Er-Rauha. Do me thonë këto nuk janë larguar shumë. Dhe vetë prezenca e tyre në periferi të Medinës është shqetësuese për pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe ju e keni kuptuar që deri sot, që sa ligjërata ne jemi të fol, lufta psikologjike nuk është produkt bashkohor i luftave moderne. Lufta psikologjike është pi kur dihet njeriu, pi kur ekziston psikologjia e njeriu. Apo në momentin që kanë ekzistuar 2 grupe që kanë luftuar, ata kanë bërë luftë psikologjike përpara se dalin fush betejë. E lufta psikologjike e mushrikëve ndaj pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam do të vazhdojë. Mirë po i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam tregon një vendosmëri dhe një leadership që nuk mund me këtë leadership të shtyhet askush. Si ashtu, Ebu Sufjani duke qenë natën e diell, sikurse, do me thonë, mbram, e sot lajmi do të vjen në Medinë, duke qenë me ushtrinë tu festu për fitoren e tyre, njëri prej tyre do të del dhe do të thotë, po çfarë festoni ju? Ç'keni tu festu? Muhamedi i gjallë, Ebu Bekri i gjallë, Omer i gjallë, dhe asnjë prej robreshave të Medinës nuk e keni marrë me vete. Do me thonë, mos keni vra familjet e tyne. As kryesinë e Medinës nuk e keni shpartallu, as keni hinë qytet që ta shpartalloni civilin qytet. Po çka jeni tu festu? E si kur kjo ide mbjellët mesin e tyne, dhe fillojnë secili prej tyne ta diskuton. Qohën disa prej njerëzve të urtë të Kurejshve dhe thonë, është kry beteja.
Ne kemi plagët tonë dhe të vrarët tonë, duhet shkojmë në Mekë. Pastaj kjo na kushton ekonomikisht. Megjithatë, zëri i shumicës dhe i trive të cilit ishin të hetshëm për hakmarrje, thonë që të kthehemi në Medinë dhe ta përfundojmë atë të cilën e kemi nisë dje. Dhe ky lajm i vjen pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Vjen lajmi që Ebu Sufjani duket se nuk është tu vazhdu për Mekë, sikur ka plan të kthehet nga Rauhaja në Medinë. Një ditë udh. Kaq. Dje është kthin, sot vjen. E pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam pasi dëgjon lajmin, thet ezanin e sabahut, e falin sabahun dhe i thot Bilalit: "O Bilal, dil dhe thirr, çdo kush që ka marr pjesë dje në betejë, le të bëhet gati. I plagosët, i lodhët, i raskapitur, nuk ka arsye. Secili që ka marr pjesë dje në betejë, edhe ata që kanë dezertu, edhe ata që ikën në Medinë, të gjithë. Dhe ne jemi të folë dikundi për 600 burra. 600 burra, shumica e së cilëve ishin çfarë? Të thyer, të lodhur dhe të raskapitur. Megjithatë del Bilali dhe thret. O banorët e Medinës, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që të gjithë përgatiten për luftë. Sa e kena mbaru dje betejën? Prap dalim betejë. E pejgamberi Allahut alaihi salatu wassalam urdhëron ushtrinë e tij që t'ja mësyn një vendi që është 8 mile nga Medinja, nga xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot gati se është brenda Medinës ky vend, po në atë kohë nuk ka qenë. Ky vend quhet Hamraul Asad. E pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam i tregon ushtrisë që të gjithë ju do të niseni drejt këtij vendi, por nuk del me mu asnjë i cili dje nuk ka qenë me mu në betejë. Asnjë. Munafikët të cilët dezertuan para betejës, as ato ja. Vjen Abdullah ibn Ubej ibn Seluli. Thot, ja Rasul Allah, ta shlyj gabimin që e kam bë dje. Politik. Me shprese nuk ka lufta dje kur shkëm. Ta shlyj gabimin unë dhe shokët e mi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja, ju s'keni drejt. Po vjen Jabir ibn Abdullah ibn Haram. Babën e tij e kemi përmend, apo Abdullah ibn Haramin, i cili ra shahid në betejën e Uhudit. Tha, ja Rasul Allah, ti e din që baba im kur shkojmë betejë, më kalon mu me 7 ose në transmetim me 9 motra, vetëm unë e vlla. E shkojmë betejë edhe Milan gratë më përgjithësinë time, dhe kjo ndaloj që të marr pjesë dje me ju. Ja Rasul Allah, bëm përjashtim për mu. Vetëm një, unë. Motrat Allahu i kanë kujdes. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e pranon Xhabir. Thot, ti hajde, po tjerë asnjë. E lesë si zëvendësues në Medinë, atë që e lanë për betejën e Uhudit, Abdullah ibn Umi Mektumin, radhiyallahu ta'ala an, dhe flamurin e muslimanëve i dha një prej trimave më të mëdhej të Islamit, Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe niset pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam në Hamra'u al-Asad. Kur mrin Hamra al-Asad, Bila Aisha radhiyallahu ta'ala anha i tregon djalit të motrës së saj, Urwa ibn Zubairit. Urwa ibn Zubair. I biri kujt është? Zubair ibn al-Awamit. Aisha e ka djal motre, Urwa ibn Zubair. E i thot Urwa, kur doli pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në Hamra al-Asad, me të ishin baba jot Zubairi edhe Ebu Bekri, baba im domethënë, gjyshjo, radhiyallahu anhum. Dhe me ta dolën 70 burra. Realisht nuk kanë qenë 70. Sa kanë qenë? Tham diku 600 burra. Po 70, këto kanë qenë të parë që janë bë gati për dalë me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Në mesin e tyre kush? Ebu Bekri. Po s'ka mundësi të ndodhet diçka që lë gjurmë në Islamin e Ebu Bekri mos jetë aty vëllezër. S'ka mundësi. E madhe, e vogël Ebu Bekri është aty. Radhiyallahu ta'ala anhu. Thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e u çu pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe tha, kush niset me mua për t'i ndjek armikun, për t'i dalë përballë armikun, do t'u çuam këtu 70 burra dhe në mesin e tyre ishte baba jote dhe baba im. Në Hamra'ul Asad, pejgamberi Allahu alaihi salatu wasallam e takon një njeri, Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzai. Kalimtar nga fisi Banu Khuza'a. E këtë fis ne kemi përmenë si një ndër fiset aleate me muslimant.
Kur themi aleancë nuk ka qenë aleancë ushtarake, po aleancë se këto kanë miqësi dhe tregti. Dhe çështjet interne të fisit Khuzaa ja kanë tregu shpesh pejgamberit Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe janë konsultuar për politikat e brendshme të tyre me pejgamberin Allahut sallallahu alajhi wasallam. E vjen ky Ma'bad e sheh që pejgamberi Allahut sallallahu alajhi wasallam ka dalë me 600 e sa burra në Hamraul Asad, të lodhur e traskapitur e shumë prej tyre të plagosur. E i thot ja Muhammed, na ka ardhur lajmi para çka ju ka ndodhur dje. Këto dje ishin betejë. E na ka ardhur shumë keq. E kishim dashur që Allahu t'ju kish shpëtuar nga ajo që ka ndodhur. Mirë po, ka ndodhur çajo çfarë ka ndodhur. E sheh gjendjen e pejgamberit Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe e sheh vendosmërinë e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Sidoqoftë, ky burr ish nisur për Mekë. Dhe rrugës për Mekë takon kë Ebu Sufjani, i cili është nis për Medinë. Kur e takon Ebu Sufjanin, ky e ka njohur se ky është prej fisit Khuzaa, prej njerëzve me pozitë. I thot ja Ma'bad, mos pa e di kë rrugës. Thot e pash Muhammedin me ushtrinë e tij. Thot po si është gjendja e tyre? Thot nuk kam pa ushtri më të kallët për hakmarrje se ushtria e tij. Nuk ka. Thot po çka mendon, po u taku, thot të gjithë do të shkatërrohen, domethënë, e ne ju në ato. Është fundi aty dhe fundi juaj. E kjo fjalë e këtij burrit fut frikë në zemrën e Ebu Sufjanit. Kështu që i thot ushtrisë ndalni. Tash e gjithë Arabia do të merr vesh për vendosmërinë e pejgamberit Allahu sallallahu alajhi wasallam dhe trimërinë dhe guximin e tij. Dje ka përfunduar betejë. Kanë humb betejën. Sot janë vend tjetër në një fushë betejë të re. Dhe askush nuk ja ka thyer urdhnin dhe t'ja bëj fjalën dy pejgamberit Allahut sallallahu alajhi wasallam. Për Nuhut, pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam bëni istishara. Çfarë bëni? Konsultim me sahabët. Ai presin Medinë, jashtë Medinës, sa në periferia ku? Në Hamra al-Asad i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam i thot Bilalit, ngritu Bilal, thiri njerëzit dhe asnjëri nuk i thot ja Rasulullah, a bën kështu ta bëjmë. Ja, urdhin tash e jep pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam. Këtë gjë e ka vërejt ky burr, Ma'bad. Edhe ja përshkruan situatën e Ebu Sufjanit, edhe shton. Duket qartë në transmetim se ky ka qenë gënjeshtar i mirë. Ka shtu gjëra, për shembull ka fol për kuajt që si kanë muslimat. Kështu që Ebu Sufjanit i ka hyrë frika në zemër. Andaj i thot ushtrisë pritni. Pas një kohë urdhnon ushtrinë që të niset për Medinë, mirë po kjo ka qenë në rrugë e kalimit të karavaneve. Dhe aty ka kalu një karavan i cili është nis për Medinë. I kapin disa prej tyre dhe i thot du që ju të përcillni një muhabet Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ai thot pse ta përcjelli muhabetin? Thot nga se kur të vinin Mekë dhe në Taif do t'u angarkoj devet me rrush të thatë. Se unë jam tregtar i njohshëm, Ebu Sufjani jam. Thon ato, po, na jep letrën, na jep fjalën, ne e përcjellim. Thoni Muhamedit që Ebu Sufjani është nis me shumë më shumë ushtri ta përfundoj atë të cilën e ka filluar dje. Dhe janë edhe ata shumë të hetshëm për hakmarrje. Kështu që Medinja prej sot më nuk do të jetë. Këto njerëz në fund të ditës mrin Hamra al-Asad dhe e takojnë pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Edhe thon kush është Muhamedi? Thon filan. Thon o Muhammed alayhi salatu wasallam, kemi lajm prej Ebu Sufjan ibn Harb. Thot që ai është nis me shumë arab të etur për hakmarrje që ta përfundon atë që ka nisur dje dhe me këtë ta përfundon këtë kapitull Medinë. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk thot asnjë fjalë, përpos një fjalë. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tash ky lajm i Ebu Sufjanit është e njëjta luftë psikologjike që e ka bë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam me Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzai, tash vjen lajmi i dy fishuar, apo? Po pak më e madhe se sa që është në realitet. Po ushtria jon mo nuk ban, kaç mund të baj. Me kon ato pak më shumë. Po thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Që do me thonë, na mjafton Allahu e sa kujdestari i mirë që është Allah. Gjelle Gjelalu. Tha Ibn Abbasi,
Këtë thënie e tha Ibrahimi a.s. kur u hodh në zjarr. Dhe e tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam kur i erdhi lajmi i Ebu Sufjanit. E Allahu zbriti për këtë qëndrim të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam ajete. Tha Allahu jalla jalalu. Alladhina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Ata të cilët i u përgjigjen Allahut dhe të dërguarit të tij pasi që i goditën plagët, pasi që u plagosën edhe u rënduan. Lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun adhim. Ata të cilët ishin vepërmirë dhe të devotshëm, ata do të kenë shpërblim të madh tek Allahu xhalla wala. Vazhdon Allahu dhe thot: Alladhina qala lahumun nas, ata të cilëve njerëzit ju thanë. Cilët njerëz? Këto të karavanit. Alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ata të cilëve njerëzit ju thanë, me të vërtet njerëzit janë tubu kundër jush. Fakhshawhum, keni frikë njerëzit. Thot Allahu xhalla wa ala, fazadahum imana, atyre ju ushtua imani. Në moment që i dërguari Allahu sallallahu kur e ka thonë fjalën hasbunallahu wa ni'mal wakil, kjo nuk është fasad. Kjo është rezultat i realizimit të premtimit të Allahut që nëse ju dilni në këtë formë, dijeni se rezistenca e armikut është e madhe. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, në moment hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na mjafton Allah. E sa kujdestari mjet që është Allahu xhallahu ala. Qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadl. Allahu tha, dhe ata u kthyen me mirësi prej Allahut dhe dhunti prej tij. Lem yamsashum su, nuk i goditi asgjë, nuk i preki asgjë e keqe. Wattabu ridwanallahi wallahu dhu fadlin adhim. Dhe pasuan kënaqësinë e Allahut, e Allahu i ka mirësitë e gjera xhalla xhelaluhu. Andaj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam priti Ebu Sufjanin me gjithë njerëzit e tubuar të diellën, të hanën, të martën dhe të mërkurën mesditë. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam urdhëroi që ushtria e tij të kthehet për Medinë, se kuptoi që Ebu Sufjani nuk vjen. Në gjithë këto ditë urdhëronte që të ndizen zjarre të mëdha rreth kampit të muslimanëve, që ushtria e Ebu Sufjanit ta sheh prej larg gatishmërinë e muslimanëve që janë gati të luftojnë madje edhe natën. Mirë po, këto 4 ditë nuk ishte luftë në to. Po ishte lojë nervash të muslimanëve karshi armikut dhe armiku njëjtë karshi muslimanëve. Përfundoi kjo ekspedit ushtarake e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam këtë ditë, në ditën e mërkurë të muajit Shawwal të vitit të 3 të Hijretit. Dhe ligjëratën e ardhshme inshallah taala do të flasim për disa dobi të cilat ne si besimtar sot i përfitojmë nga betejë e Uhudit, duke lutur Allahun xhallahu ala që Allahu të na jap diturit mirëfillt dhe të na vetëdijson, na bëj çelësa të hajrit, drinat sherrit, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.